Qetësia që rëndon mbretëron mëngjeseve në fshatin Stagov i Kaçanikut u prish nga alarmi i pazakont. Ndisni udhëzimet e KFOR-it dhe policisë së Kosovës. Ky ishte një njoftim nga KFOR-i. Ushtarë të KFOR-it dhe policë të Kosovës patrolluan rrugicave, ndërsa banorët u larguan nga shtëpitë, duke lënë pas dritare dhe dyer të hapura. Rreth 500 metra nga vendbanimi një predh që dyshohet se mbeti nga lufta e dytë botërore, u zbulua një javë më parë gjatë punimeve për ndërtimin e hekurudhës. Tash kanë qytetarë pak shqetësim, se na kanë thonë që deri 1000 metra vija ajrore do të mu larguën familjet, dritarët e shtëpive me qelë, kerët me siguru, banorët me larguën. Askush nuk është në lagje, edhe presim shpërthimin edhe të rikthehemi sa më shpejt në shtëpi. Bomba u shpërthye në mënyrë të kontrolluar. Veprimi u bë vetëm pasi njësitë e KFOR-it u siguruan që brenda rrezës prej 1000 metrash nuk ndodhej asnjë person. Ekipi i IOD nga Austria punojnë në mënyrë shumë profesionale. Ata kanë bërë shumë studime paraprakisht, vlerësuan dhe analizuan gjithë zonën dhe morën të gjitha masat e sigurisë për të qenë të sigurt. E pasi operacioni i shpërthimit përfundoi, zyrtar policor konfirmuan se nuk pati dëme në njerëz dhe as materiale. Ata thanë se qytetarët mund të kthehen në shtëpi. Rruga është me pengesa vena për vetura të vogla, ndërsa me vetura të mëdha nuk kanë kurrë probleme për me dalë. Për momentin është gjithçka në rregull, nuk kemi informacione që ka pas ndonjë dëm pavarësisht çfarë natyre. Predha e hedhur rreth 80 vjet më parë u gjet gjatë punimeve në ndërtimin e linjës hekurudhore, Fush Kosovë Hani Elezit, e njohur si linja 10.